8 gjërat që duhet të bëni nëse qëndroni para kompjuterit çdo ditë. Nëse jeni nga ata persona që në punën tuaj të përditshme keni lidhje me kompjuterin dhe programimet e tij, padyshim që kaloni pjesën më të madhe të ditës përballë kësaj pajisje teknologjike. Për të shmangur dhimbjet e qafës, problemet e syve dhe një mori çështje të tjera, përpiquni të bëni këto ndryshime të lehta në rutinën tuaj. Mbani kontakt të mirë me kompjuterin dhe përdorni gjithashtu edhe mbrojtësin e dritës blu për të evituar rrezatimin e syve. Qëndroni gjithmonë të hidratuar, pini mjaftueshëm ujë pasi është thelbësore për shëndetin tuaj. Vendosni alarm, sa herë që bie alarmi kujtoni të ecni pak nëpër zyrë. Gjithashtu, shmangni ashensorin dhe përdorni shkallët. Qëndroni pak minuta jashtë tavolinës për të vënë edhe muskujt në lëvizje. Rrisni mallësinë e shkronjave në kompjuter, shpesh mund të jetë edhe më e mirë për sistemin tuaj të mbështetjes.